kur disa nga rebelët të cilët u rebelun ndaj tij, edhe bile ata qenë sebeb që t'i derret edhe gjaku dhe të vritet Aliu radhiyallahu anhu, dolen me disa slogane, me disa fjalë, me disa pretendime, e që ato pretendime ishte se ne dëshirojmë veç të gjykohemi sipas Kur'anit dhe sipas Sunetit. Ne dëshirojmë që të gjykohemi veç sipas shpalljes, nuk dëshirojmë që njerëzit të na gjykojnë dhe kështu me radhë. Aliu radhiyallahu anhu e tha një fjalë dhe siç thonë dietarët, e lëshoi një këshill që mbet do thotë deri më sot shumë prezente. Tha kelimatu haqqin urida biha batil. Fjala vërtet, po synimin e keni të kot. Kjo është një nga fjalët shumë të fuqishme të Aliut radhiyallahu anhu, që tha fjala, ajo që po pretendon është shumë e vërtet në veti, por nuk shikohet vetëm fjala e folësit, po shikohet qëllimi i tij përmes asaj fjale. Dhe këtu Aliu radhiyallahu anhu tërheq një paralel shumë të thellë në aspektin e kuptimit të kësaj që e tha, se njerëzit nuk duhet me do e mos që t'i pranojmë, edhe nuk duhet me do e mos t'i vlerësojmë veç mbi bazë të fjalës. Sepse ka mundësi që fjala atyne është dikun dhe vepra atyne është dikun tjetër. Fjala atyne është e mirë, vepra dhe qëllimi pasoj është shumë i olt dhe shumë i keq. Për këtë çka tha, fjala e mirë e juve është kjo, kelimatu haq, fjala vërtet, s'ka dyshim në vërtetësinë e saj se ne dëshirojmë që të udhëhiqemi, të jetojmë, të gjykohemi me shpalljen e Allahut azza wa jall. Dëshirojmë që ta organizojmë jetën, edhe problemet tona të zgjedhim mbi bazë të shpalljes së Allahut azza wa jall. Walakin, por urida biha batil. Qëllimi juv nuk është kjo, qëllimi juv është e kota. Apo, për këtë njeriu përveç se duhet ta përmirësoj fjalorin e tij, edhe t'i përzgjedhë fjalë të cilat janë të sakta, më parësor sa kjo është që t'i rregulloj qëllimet dhe njetet e tij. Sepse fjala edhe nëse ka një tmet, po them kushtimisht, po qëllimi i njeriut është fisnik, është i pastër, falet dhe te i kalohet gabimi në fjalën e tij, gabimi në shprehjen e tij, gabimi në artikulimin e tij. Ndërsa, nëse fjala është shumë në rregull, krejtësisht kuptohet prej asaj fjalë të tij, prej atij ligjerimi të tij, kuptohet diçka shumë pozitive. Ama ne e vrejmë që qëllimi i tij është i keq, qëllimi i tij është i ndyt. Qëllimi i tij nuk është fisnik, apo fjala e tij, ligjerimi i tij, fjalimi i tij është krejtësisht i pavlefshëm, pasi që ajo nuk është ndërtuar mbi diçka të pastër. Njeriu flet, artikulon ato që ka në zemrën e tij.